Përdorimi i platformave mobile në Shqipëri vazhdon të evoluojë duke reflektuar prirjet globale dhe preferencat e konsumatorëve. Sipas statistikave më të fundit, tregu shqiptar i telefonave inteligjent dominohet nga dy sisteme operative kryesore, Android dhe iOS. Sipas të dhënave më të fundit, Android zë 52.77% të tregut shqiptar të telefonave inteligjent, duke vendosur veten si sistemi operativ më i përdorur në vend. Kjo platformë vazhdon të mbetet zgjidhja kryesore fal shumëllojshmërisë së pajisjeve dhe opsioneve më të lira që ofron. Prodhuesit si Samsung, Xiaomi dhe Huawei janë disa nga markat që mbështesin këtë sistem operativ. Një statistikë interesante që vlen të përmendet është se Samsung, një nga prodhuesit kryesorë të telefonave Android, ka një pjesë të vogël të tregut në Shqipëri vetëm me 0.18%. Kjo shifër mund të pasqyrojë një rënje të ndjeshme të popularitetit të markës në vend, ndoshta për shkak të konkurrencës nga marka të tjera Android si Xiaomi, Oppo dhe Huawei. Nga ana tjetër, iOS ka një përhapje prej 47% duke treguar një konkurrencë të fortë me Android. Pajisjet e Apple si iPhone dhe iPad vazhdojnë të jenë mjaft të preferuara nga konsumatorët shqiptar pavarësisht kostos më të lartë. Gjatë vitit 2024, pjesa e tregut të sistemeve operative mobile në Shqipëri ka shfaqur luhatje të dukshme. iOS ka mbajtur një dominim të përgjithshëm duke nisur vitin me 67.55% në janar dhe arritur kulmin në shkurt me 71% për të ulur gradualisht me 52% në dhjetor. Android ka patur një tendencë të kundërt duke filluar me 32.24% në janar dhe duke u rritur me 47% në fund të vitit. Pjesa e tregut për Samsung, Windows dhe sistemet e tjera operative ka mbetur minimale gjatë gjithë vitit, me Samsung që është luhatur me 0.1% dhe 0.29%. Këto të dhëna tregojnë një konkurrencë të fortë midis iOS dhe Android në Shqipëri, me një rritje të përkohshme të së njëjtës platformë që korrespondon me rënje të tjetrës.